Në datën 26 qershor në kuadër të Tirana, Kryeshteti i Mesdheut 2025 në sheshin Bukuresht, u zhvillua koncerti gala Altin Biz dhe Marekanto Projekt, producenti dhe ideatori i këtij koncerti, artisti Altin Tila dhe në bashkëpunim me aktorin italian Nicola Liberato dhe në fokus për të promovuar trashëgiminë tonë etnokulturore, solli në skenë premier këtë projekt Marekanto, i përbërë nga artistët italian nga zona e Abruzos, Nicola Liberato, Chiara Grillo e Sara Lanci, të cilët kënduan në shqip këngët arbëresh të rënjve tona si Moje bukur amore, Lule Lule, O yll i bukur, si dhe një repertor të gjerë të këngëve të Mesdheut në disa gjuhë, shoqëruar edhe me vegla muzikore tradicionale, dhe njerëzit përcollën tek të pranishmit dhe mesazhin që kultura dhe arti shërbejnë si urlëse midis popujve të Mesdheut. Mund të veçojmë të artrokitit e pafund që mori aktori Nicola Liberato me poezit nga reporteri e autorëve klasikëve shqiptar italian si Kadare Repshia, Barbani e të tjerë të ndërthura muzikë si një performancë unike. Performoi së bashku me artistët italian Altin Biz, solli mjaft freski me një performancë plot energji, me një kolazh këngësh nga Mesdheu të gërshetuara me ritme të muzikës bashkëkohore elektronike.